ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. Falënderimi dhe lavdrimi takon Allahu xhaleshanuhu, kërkojmë ndihmë prej tij dhe falje gabimesh. E lutim Allahun xhaleshanuhu që të na mbrojë dhe ruaj prej të këqijave tona dhe të këqijave të punëve tona. Këndë udhëzon Allahu, s'ka kush e lajtit nga rruga e vërtet, këndë humb s'ka kush e udhëzon. Dëshmojmë se nuk ka Zot tjetër dhe të adhuruar tjetër përveç Allahut i vetëm i pashoq, dhe dëshmojmë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Motrat e dashura, si gjithherë falenderojmë Allahun xhaleshanuhu për gjitha këto mundësi që po na jep që të jemi sa më afër jush, dhe gjithsesi e falenderojmë edhe Laurën edhe për organizimin dhe mbarvajtjen e gjitha këtyre ligjëratave, edhe mundësinë që të jemi së bashku kudo që jeni, motrat e dashura. Vazhdojnë Laur drejt për drejt me pyetjet. Po, inshallah. Atëherë pyetja parë është: Eselamu alaikum, e dashur, dishta me bë një pyetje. Për këta persona që nuk e mbajnë fen mirë, si duhet me i afru me fen? Pari, njeriu duhet me pas një metodë, se kom biseda, kom qenë edhe një prej tyre edhe vetë, kur jam kanë në fazën e parë, në kohën e hershme, domethënë në fillim, që kena pas marrë Islamin kështu tamam, krejt e kena kuptu çka është, çka duhet me vepru, dhe mendojsha që jena si në kohën e pejgamberit, se kur i ndëgjoj shumë hadithe që shka ndodhë në kohën e pejgamberit, cilin hadithe kanë dëgju sahab, janë dalë me njëherë e kanë praktiku, edhe nuk e kanë mësu hadithin tjetër pa praktiku që ato që kanë mësu për pejgamberit, ose nuk e kanë mësu ajetin tjetër pa praktiku ato që e kanë ditë, që e kanë mësu. Mirë po, në kohën që po jetojmë na, me të vërtet, kena arë në atë kohën që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, ka me arë një kohë që njeriu kur nëse don me mbajt Islamin, aq zor ka me pas, sikur me mbajt gacën ngrosht. Qashtu ka me qenë e vështirë edhe Islamin me mbajt. Me të vërtet, motrës e kohë ka ardhur. Se i kena armeqit në këtë randë, kena sulme për të në mënyrat, edhe me mendu dhe me planifiku, me mund të sakrificë se qysh me prish Islamin, qysh me njëllos Islamin, qysh me njëllos muslimant, me etiketu me loj mënyrat. Pra na duhet me pas një metodë dhe një psikologi të zhvillu me shumë, që me ditë se qysh me afru njerëzit sa ma afër Islamit. E para dhe më e mira është na me qenë model për tjerët. Me sjellje dhe veprat tona na duhet me dhon me bë davet me sjelljet tona. Për shembull, unë isha në autobus para 2 dite, hypi një maj vjetër, edhe kur kush livret keq, me alshu venin. Unë vetë s'po ula, po e pash që është respekt, edhe tregon edhe Islamin tonë që Islami na ka mësuar që me respektu të vjetrin, u qova dhe i alshova venin. Po sa falenderimin, po sa respektin, po sa mirësinë e shpreh ndaj meje, ku më ditë se çka bona një ven u qova i alshova. Do të thonë, aty e dhashun e një pasqyre që Islami po të mësoj ka me respektu tjetrin. Do më thonë, sjelljet e tona na tregojnë ma shumë se gjithçka tjetër. Mandej, nëse don mi këshillu për shembull për namaz. Njëna një ditë më tha, po kom tha problem mësuese, i thas me shku tha të na që falo, pse s'po falesh, pse po bën kështu, pse po bën ashtu, veç nervoz po fut me ta. Jo, thash ti, shumë gabim bën. Pse? Çu thash ti falo? Thuaj me të mirë një ditë. Haj që shini që shtu të pi qaj, apo qunive më bashkë të falu ma këshami. Haj të veç provane një herë që shponini, me pos metod të mirë, me butësi, me qetësi, jo me dhunë. Se instinktivisht njeri vet i kriju më është që nuk e pranon urdhrin.
nuk e pranon dhunën, nuk ja don. Edhe çka është? Islam, fjala islam, paqe. Domthon me paqe, mi thon ti njerit, me të mirë. Nëse don bënë, nëse don mos e bën, domthon na nuk i kena zemrat e njerëzve në dorë. Zoti është ai cili ka zemrat tona në dorë. Na duhet vetëm me këshillu, me butësi, që është na ka porositë edhe Kurani dhe hadithet e pejgamberit, edhe pejgamberi a thu pse pa të gjithat sukses që krejt bota sot folin për ta, ato e ka shpatën të jau hek kryt, me thonë, nëse s'falesh ku me ta hek kryt, nëse se nxet shamin, ti e lavire, nëse se bën këta ti e kështu, jo. Që më hanë pejgamberi me sjellje dhe butësinë e tij tepër që tregojnë ndaj njerëzve, ai përhapi islamin. Për çat arsye, na duhet më mundu që në mënyrën më të lehtë dhe më të mirë të mundshme m'ia shpjegoj njerëzve që me të vërtetë Islami është rruga më e mirë që mundesh me praktikun këtë botë. Edhe pyet njëri thu, as ninti nevojë për Zotin a? A je plotësum ti pa Zotin a? Qysh po mundesh me nejti pa u taku me krijuesin ton? Ai po të thirr. Ti 5 herë në ditë ti thu jo se jam i gatshëm u taku me ty. A nuk po duket ty vetë që tu bë mendje mallësi kundrejt krijuesit? Mandej, i thu qysh po duket jeta jote pa një program jetës. A din që Islami ka ardhur për të mirën tonë, më na i lehtësu jetën, më na mësu, që na mos mi pas qëto strese, qëto probleme që pikan tash njerëzit me shumicë, nëse je i praktikues e Islamit i denj, atëherë ato kemi pas pak më të vogla. Sprovat janë, probleme mundet me pas një jetë, po ju din që atë nivel që s'mundesh mi ka përditi heq. Domethënë, edhe mbi gjitha ja përkujton njerëzve që një ditë krejt kena me dalë për kësaj bote. Ku keni me shku? A dini që veç të një krijues krejt kena mu taku, prap të qaj Zot, që po mënosh me i në këtë botë prej rrugës tina, mos me ja praktiku fjallën e ti që na ka urdhëruar Kur'an. Prap të qaj Zot kena mu kthy, qaj përfundimit e aj është. A nuk ju vjen keq me menu se cila prej neve se qysh kena me dalë para qëti Zoti? Domethënë, kjo është mënyra më e mirë. Ilshon ligjërata fetare, nëse kin familje, ku paskohe, jo me dhunë. Goje, që po thot? A penin që po thot, ki mu djeg? Ja, nuk ban. Unë 99% në xhamatit nuk i foli për xhenem. As nuk i foli për dënim, po ju foli për të mirat që na duhet mi pas, mi posedu në jetën tonë, nëse dojna me kon të rahatshëm, të kënaqshëm, me kon afër Zotit. Jo më na shty neve veç friga e xhenemit mu qu me bë mirë. Jo, dashuria për Zotin me të shtyty mu qu me bë mirë. Dashuria dhe malli për Zotin mu quti me fal namazin. Falenderimi për gjitha këtë të mira që na i ka dhënë Zoti mu quti me bë mirë. Domethënë që kjo me kon shtytje për neve, jo vetëm friga, po edhe respektin ndaj fjalës Zotit edhe ndaj Zotit. Këto janë pak pikat se nashta o zgjerova shumë laur, se kena shumë pyetje. Domethënë kjo është metoda më e mirë, është me përdor metodën e qetë, edhe të lehtë, jo me dhunë. Po vazhdojmë atëherë me pyetjen tjetër, e cila është, pra është në lidhje realisht me pyetjen e parë, si të sillemi me njerëz që na provokojnë ose na bëjnë padrejtësi. Po tash provokimi është diçka tjetër, padrejtësia është krejt diçka tjetër. Për arsye se me të provoku, veç me ta po tash në çfarë aspekti po menon. A me të provoku se apo po është i nervoz, a me të provoku në moral se sot ti ki moral, a me të provoku në fe me bot diçka që ti apo reagon as po reagon. Domethënë provokimi mundet me qenë në shumë mënyra. Po na duhet me kon mendje fret, mos me ra gratë se domethënë prej asnjë provokimit, me pas diapazonin e zgjerimit dijes që me ditë çka ka pas kësajna, çfarë prapavije ka kjo. Po me bo me kon të zullumi, puna është ma keq. Se me bo me të bo dikush zullum, do të me pas kujdes, se duaja e ati që i bëhet zullum nuk kthehet mbrapa. Me bo tani dua kundrejt që ati personit,
që të ka bo zullum, atëhere mirë për atë njeri, nuk i ka punë të mirë. Se automatikisht duaja jote nuk kthehet mbrapa. Për arsye se pejgamberi alayhis salam ka thonë, në mes të duas, të atij që bën dua dhe atij që e ka bo zullum dikush, nuk ka perde hiç. Domethënë është pa perde. Drejt për drejt, qysh e bën ti mënyrën, qysh e bën ti duan, komo pranu të Zoti. Edhe unë jam dëshmitar okular që syt e mi e kum po, që kur ju ka bo personit zullum, ka bo dua për personin tjetër, Allah i shpirtin ja mart, mujt i ka caktu, pasha Allahin ka vdek njëri. Unë jam dëshmitar i personit që me dy syt e mi e kum po. Pra kini kujdes, zullumi është puna më e keqe, Allah i kur mos na i mundsoft, as mos na bof prej atyre që i bën zullum dikujt. Ani edhe pse s'dojnë, as unë mu më dhime njerëzit edhe në mënyrën tjetër, me bo me konë unë shkaktar që ai mu më bo mu zullum, e mu dënu shkaku jem, edhe ata më dhimen. Mi dit me një kolege, tha valla, tha ata su më dhimen heq. Tha qyshe kanë bo, tha gjeqën, tha Zoti i dënoft, tha në qofë se më bojnë pa drejtësi, tha edhe jartë Zoti hakësh qysh dinaj. Jo, tha shumë prap kom zemër të but, prap më dhimet. Se tham, shejtani ka mashtru. E ka mashtru naj ego kësaj dynjaje, që po më bën zullum personi. Prap thëm, o Zot fali, o Zot drejtoj. Për arsye se e dim, ka ne kena shembull na. Pejgamberit alayhis salam kur shkojnë Taif, krejt në gjak e qilen, me gur, e gjojten, e maltretun, me fjalë të rana. Çka i tha Zoti pejgamberit, tha ja Resulullah. Fal, çka po don mi bë çit populli, apo don me ta zhduk me njëherë, për shkak dënimit që ja valla që të kanë bërë ty zullum. Tha ja Allah, po këta nuk di. Sikur të kishin ditë, ta këta nuk ma kishin bë kështu. Ndoshta ndonjani prej prasarzve tyne do të jetë prej besimtarve. Dhe subhanallah sot Taifi është një vend prej vendeve shumë me musliman tej 100%. Domthon janë krejt besimtarë. Që duaja pejgamberit është pranu. Për atë arsye, edhe na, edhe nëse na bën dikush zullum, bëni sabër për hir të Zotit bëne, jo për njëri, për hir të Zotit o jo Zot, fali, o zoj, largoj për kësaj të keqe. Se sa me bë dua o Zot shkatroj, o Zot jepja hakun. Nashta na vjen edhe neve ka njëherë na vlan ato mrena, se edhe shejtani na ngacmon për të keq, po mundohuni që mi fal njerëzit, ma mirë është. S'kena me jetu për gjithmonë. Nashta qaja dua jutja që bën ti Allah udhëzoje, o Allah drejtoje, zullumi i fundit ka me qenë ndajteje, përmirësohet. Për atë arsye, mundohuni që me bë sabër para çdo situate, se sabri është bukuria më e mirë në të cilën na vesh Zoti neve si njerëz besimtar. Vazhdojmë Laur. Po, pyetja tjetër e radhës është një sekondë të më bëni Allah. Si ta përmirësojmë veten pa u ndjerë të mbi ngarkuar? Po, si ta përmirësojmë veten, duhet njeriu çdo herë me shku me me përmirësu diçka në jetën tonë, është mirë edhe rrugës gjithë herë me shku me hapa. Mos të mundohemi kur tulmi me hangër bok. Tash të kena tavolinën, elhamdulillah, me tonat mirat. A mujna mi shti krejt ushqime që në tavolin për me njëherë në goj, apo duhet pak salat, pak mesh, pak jogurt, pak ashtë, pak pite, të më hanë krejt ka pak, ka shat, e mushme dhe plëtsojna nevojën për ushqim. Qashtu është edhe çështja e përmirësimit cilëve tonë, ose qose njëri merr hapat për me hin islam.
Une jam gjithherë kundër atyne që une kur i shoh, për shembull, kur hin dikush frek, kështu në praktikimin e islamit, se elhamdulillah musliman jena krejt, munohen krejt senet çka nim për me njerë. Edhe çka ndodh me ta? Një ditë demoralizohet, thot i kthe se shumë zor ka le krejt. Dorëzohet edhe len krejt. Ju, nuk bën ashtu. Aja nisë me fal namazin? Po. Nisja fal akşamit, ma i leti. Mas 2-3 dite, nisja shtoja dhe dreke. Mas 4-5 dite, shtoja dhe i qini. Mas një javë, që fale sabahin. Ka dal dale, shtine veten dhe mësej e veten për me bo punën e mirë. Po du mbulesën, ka dale për se si e aqme, shumë zonë se vju këmë thonë. Psu se me njerë po du me në qitë shamin, ku që shko me jetu pa shamit e i tarë. Pret, sabër, edhe pak. Për gadit e veten, edhe me aspekte tjera, mos shko drejt e shamia. Prit, nga ma shper shumë ligjerata rreth fes, nga ma shumë ligjerata dhe vlerës dhe rëndësisë, mbulesës. Mos shko me kop shamin e me gjitë në krye, mas një ditë e mira, për shumë më thonë, ku qa bëma, që shushit e mija, që po dalin, që po veshen, që po... Jo, për gadit e zemrën tonë, mirë, 100%, bëhu e vendosur në islam në ato që e ke marrë me ditë që ti e knaqur dhe lumtur me ato që jetu e bo, edhe vazhdo tani në hapat ma të mëdhaj. Shkallëve kur në gjitesh, a në gjitmi për shkallës por drejt në 10 apo janë nisëm? 1, 2, 3, 4, ka dal edhe ngritet të shkolla me lartë e imanit. Të më hanë, mos merë një kur gjë me vrull, me shpejtësi. Se që kur qumsh, të qush vlon me vrull, edhe bjen me një hetë poshtë, si të heqë, të nalë shploqën a i ullët, që ashtu më në të mëndu dhe të zemra tona. Për atë arsye, bënu të përqëndrushme në ato që e mërni me praktiku, edhe shkonin hapat sigurt, ka dal të e përmirësu veten. Që se donë më nalë për një haramit, mos u nalë, tap. Pse, apet shumë shpejt më në shmuri këthyn të. Po, merë vetën e dukaje, ka dale. Jo, nuk po bëj ka qështu me bo. Sot s'po dal. Nesër jo, mas nesër hajt, po dal pak. Ja nisë mëson vetën edhe një ditë të irritohet e keqja dhe len krejt. Une e kam qëtë metodë që i këshilloj gjithë dhe e di që është më efektive se sa ajo që mendojnë shumë njerëz që shumë njerëz që kanë hi me tënë edhe feregjen ka dasht me në gjitë. Pra me ndoni, e kum po me sytë mi e ka ble feregjen me në gjitë, kur e kum po mas një mujen ashta, farmer ka krejt në gusht, veç shamin janë në gjitën e kumet feregja jote, që shku e ki feregjen? Ja, vala jo se ashtu së më pëlqej, vala shumë bëllën. Unë ishë mësu se sojna, mësu se që shpo veshti pantolla, haram, veç fustan, thash, po, ati po më kalëzën mas 25 vjetë, unë që 25 vjetë jam të thirë në që të rru. Janë isë me feregje me ato, do më hanë akuzoj ke mund që se une pantolla vesha. Po ne jam njeri për qëndru me në këtë rrugë, varet për situatës, na i heri veshë të pantoll gjanë. Varet që shëkëm ambientin, venin ku shkoj. Dhe më honë, ka një herë veshë veç mantila, ka një herë veshë fustan. Dhe më honë, nuk e kam përcaktume, veç që shto dhe s'ka ndryshe. Se nuk e kena na jetën qasi mënyre. Dhe më honë, me qka rrëthomi na, është shumë e vështirë, që ose dënë ti me majtë vetëm një metodë të islamit. Vazhdojmë Laur. Po, inshallah. Tjetra pyetje është si ta fillojmë ditën mirë. Qysh me fillu ma mirë, se ta mu që bismillah, e thoni duan, kur më se hek një pejgojës, arabisht nështë ta kinë matë fështirë, po që shqip. Falenderimi ta konë Allahut, që na mundësoj të zgjohemi, pasi që ishim të vdekur. Do më thonë është dua kuptim plot, se gjdo natë ne vdesim. Vetëm një pjesë e shpirtit na jep aktiv,
Edhe për ata, pejgamberi na ka porositur që çdo mëngjes kur zgjoheni, falenderoni Zotin që jeni zgjuar. Se monet dikush mos më zgjuh hiç, mos më rikthy shpirti hiç në trup. Për ata kjo është duaja, si ti çelni syt. Bismillah drejt në banjo me marr abdes. Freskohet trupi. E fal namazin e sabahit, e bën dhikrin, lexon ja 2 faqe Kur'an, edhe fillon ditën e qet kafen ato, edhe fillon ditën me ato punë dhe përditshmëritë që i ki. Nëse ki mundësi me nejt e përqëndrume në ashta që ato mrena dhomës ose në shtëpi se tash nuk është paqare veç me kanë në xhami, na gratë për shembull shkojna me fal sabah në xhami, po mrena dhomës tonë që jena, me mujt me lexu Kur'an, me pa dhikr, me përmend Zotin ose me ndëgju një ligjërat, me kanë një mënyrë të adhurimit ndaj Zotit, derisa të lind dielli, edhe masi që të lind dielli 45 minuta mrapa, me falë edhe namazin e duhas. Ka thonë pejgamberi alayhis salam është si me kry një haxh edhe një umre, kush e bën këtë praktik çdo mëngjes. Domthon, nëse një mëngjes e ke bë sot, domthon çashtu e kish problemi sa me kry haxhin edhe umren. Veç në qoftë se ke nejt prej paralindjes diellit, në qatë vend, ke lexu Kur'an, ke bë dhikr, edhe ke prit me lind dielli, i ke fal 2 rekate salat të duha. E kena që të problem. Po inshallah e kena mundësin se me obligimet edhe përgjegjësi që i kena na nashta pak si nana, 3 smujna me të përqendruar ato se na lypet puna, fëmia, po kush ka mundësi, moni me praktiku edhe ka problem të madh. Vazhdojmë Laur. Po, pyetja tjetër është, a është mëkat nëse nuk dim diçka nga feja? Po, mujna me thonë ashtu mëkat, se mujna me dit, mos me dit shumë çka nga feja, jo veç diçka, se feja është dit, po që anë është. Më anë sa do që na jem këtë rrugë edhe studiojmë që sa vjetë, edhe shumë shpesh në ashta del shumë çka që nuk e ka ndëgju ma heret, edhe pse ke studiu, se dia nuk ka fond. Për çka dhe thonë pejgamberi alayhis salam kërkoj e dijen prej djepit deri në varr. Domethënë s'ka kohë përcaktuar për dije. Dhe mashallah dhe këtyne motra që kanë kalu pak një mosh, ashtë për mbi moshën e mesme, ju ka dhënë një mundësi shumë e mirë që po e kanë mundësi me hy online, po marrin dije, po lexojnë Kur'an, po përmirësojnë leximin e Kur'anit. Domethënë këto janë shkollë realisht. Qëto grupe që i kam në gjithë qëto motra, janë në shkollë. Edhe i përgëzoj për vullnetin që e kanë, që ajo duhet më nëmbaj gjithherë gjithve, që mos me shiku moshën. Ka dë që të ka dije, mere diturin ku dë që t'jesh. Domethënë nuk mënesh me përcaktu veten, veç të i moshë 18, 20, 25, mos kam kohë për dije. Edhe dia islame nuk, domethënë, komentimi i Kuranit nuk ka fond. Vetë nxjerrja e urtësive të ajeteve prej Kuranit nuk kanë fond. Nuk është mëkat, po është mirë që nëse dënë me fitu shpërblim, më angazhu ma shumë, sa ma shumë e marrë një huri rreth dijes. Jo veç rreth dijes islame, edhe dije tjetër për jetë, gjitha për gjithë që kena nevojë, për çdo lloj dije kemi nevojë, që është e hajshme për neve. Vazhdoj. Pyetja tjetër është, a lejohet me u fal pa çorape? Po, na jemi sipas mëdhëbit Hanefi. Domethënë Ebu Hanifja na ka mësuar që me pas edhe çorapat. Domethënë durt edhe fytyrën, prej asaj që duket. Na ka thonë prej durt edhe fytyrën. Për çorap domethënë është ka mendime dietarëve. Tash sipas mëdhëbit Hanefi është mirë me kon më i plotësuar namazi me kon me çorapa. Ose vish në një fustan gjatë
që më një mishti kështu kom mrena ti edhe na mbulon, do më thonë komt për mi. Po mos e merrni tash gjithë qysht po gjon qërapa kur kun me tu vanu namaz me të mit namazi krejt. Edhe kjo mos të ndodh. Po të dikush thot, valla s'un po fal nëse si kam qërapat. Jo, se lënia e namazit është më e rëndë se sa mos të pas mafën të qërapa. E mirat mirës është me kanë edhe me qërapa. Po në raste specifike, ka përjashtime që mënesh. Vazhdoj. Po, pyetja e radhës është, do me thonë pyetja e para fundit, është kështu. A lejohet me Kur'anin pa abdes? Po ka tash mendime dietarëve. Disa thonë lejohet, disa thonë nuk lejohet. Mirë, po nuk është e preferuar për arsye se prej vlerës dhe rëndësisë që ka Kur'ani. Domethënë, nuk mund është të pej një jetës normale, që kanë të punu ose pej dikujt ke ardhe ka Kur'anin pa abdes pa kur gjë, s'është respekt ndaj Kur'anit. Ma mirë është plotësume më një veten edhe respektin ndaj Kur'anit më preferuar është me qenë me abdes. Sa është fjalë e Zotit, është libër i shenjtë. Nuk është libër normal i gjeografisë e historisë. Është libër i veçantë, por që ta prej veçanërisë që ka, na do të me konë ma nivel kur të kena punë me Kur'anin, me qenë me abdes, me qenë e pastër, me pas. Pse s'lejohet kur e ki ciklin shumicës dietarëve nuk lejohet me prej keq, domethënë vetëm nëse e ki obligim që je të mësu, ose ti më mësu dikuj Kur'anin. Bile edhe kur të preksh, me pas ja dorza, ja me një leckë të pastër, ja me ta qenë dikush Kur'anin ti me lexu. Pse? Pri pastërtisë që e ka fjala e Zotit, e ti je pa pastër. Arsye, domethënë nuk është e preferuar me kon pa abdes, po qysh ju thash edhe për qërapa, nëse të obligohet me kap, s'ki abdes, s'ki mundësi me marrë abdes, atëherë nuk thojna që haram kur qysh të zguxo me prej Kur'anin. Vazhdoj. Po, pyetja e radhës dhe fundit është: a lejohet me agjeru pa nijet? Po, tash kështu është më pyetje. Kur qohesh në syfër, dhe më thonë ti, je qu për diçka. Je qu me agjeru. Me hangër syfër me agjeru, se je qu me hangër buk natën. Më qaj, zgjimi jo në syfër, për të regon që ti je zgju për me agjeru. Po në qoftë sa agjerojmë na file, edhe nuk je zgju heq në syfër. Atëhere, ki ku deri para drekës, dikon 45 minuta, sikur qysh hen koha në zenet, qashtu, do të thonë që ajo periudha para ditës, ki kohë me vendos, me bon jetin për me agjeru. Qysh, nëse është nafile, sikur pejgamberi kur është zgju nga një herë, tregon Aisha, thot ka pyet pejgamberi, a ka diçka me hangër o Aisha? Kom thonë jo. Ka thonë okej, po agjeraj pra. Banë edhe na, që se dujna me agjeru na file, edhe shë vetën që je ka në njët gjatë nahtës, je qume dhe s'ke hangër kur qa, atëherë që atëherë e bën njetë, tu o zëtë për bëj njetë me agjeru. Do në kësi mënyre, ashtë nuk për, se dja kështë qartë, Laura. Po e qartë kemë suse, pa merak. Do në s'kena nevoj që, po në veçanti edhe këto të plotësoj, në që se e qup me agjeru na file, e bon njetë na file. Do në njeti këtu duhet me egzistu. Në që se jetu agjeru bërq, e bon njetë bërq. Cilin të bëjsh, të ki njetë me agjeru, duhet me bon njetin të mrena për të cilin jetu agjeru. A bërq apo na file. Mirë, inshallah ka që ishin edhe pyetjet. Nëse ka dikush ndaj pyetje drejt për drejt, kemi kohë një 10 minuta. Nëse jo, atëherë e mbyllim.